Përshëndetje kryetar. Juve. Jam Arben Ahmeti drejt për drejt nga Kanal D, shpresoj që nuk po ju pengoj fillimisht. Çon gjatë tjetër Arben. Si shkojnë punët, si ecin punët? Mirë, s'jam keq. Fare shkurt, marrim informacion për këto erat e fuqishme. Prishtina paktën paralajmëroi emergjencë. Keni ndonjë informacion si do të jetë gjendja në Istok, me që natyrisht gjithë vëmendja jonë shkon tek Istoku kur kemi erat e fuqishme. Po momentin ju, qet është. Nuk ka pasur ndonjë paralajmërim nga instituti. Ja. Mirë, ky qen ka lajmi i mirë. Kur po tendencë të botë pa përgatitje natyrës, na veç e vret, na jemi mësuar me të evrejm që ka shkon kësaj jo. Evrejni ka me fryera. Okay, shpresoj të mos jetë erë fuqishme politike kështu. Uroj, unë ka përsërim uroj që tjetër ndërkthejmë betimin. Do të kemi mundësi herave tjera të flasim për zhvillimet brenda komunës, kisha shumë të rëndësishme ta konfirmoj këtë lajm. Faleminderit shumë kryetar. Po, më lejoni. Mirë, Istoku që nga i qetë